sipas dyshimeve të policisë të Tiranës dhe prokurorisë këtij qarku bëhet me dije se konflikti ka nisur për motive banale dhe ka qenë diçka e çastit mes viktimës dhe autorit tashmë të shoqëruar nga ana e policisë. Bëhet fjalë për 57 vjeçarin Petrit Ndou, i cili ka humbur jetën pasi është konfliktuar, të paktën sipas dinamikës së rindërtuar nga uniforma të blu me 27 vjeçarin Andi Vokri, emri të cilit ndonse nuk bëhet me dije nga ana e uniformave blu, është mësuar në sajt të burimeve pranë në grupit hetimor. Gjithçka ka nisur si pasojë e një konflikti që ka ardhur për shkak të një fërkimi automjetesh që viktima dhe autori kanë patur me njëri tjetrin në aksin në Thuman Kashar dhe pikërisht kjo është bërë shkak që mes tyre të nis fillimisht një debat verbal, më pas 27 vjeçari tashmë i shoqëruar nga ana e uniformave blu deri në përfundim të veprimeve, pasi do të shkojë në arrest, ka qelluar atë viktimën me sende të forta dhe bëhet fjalë se e ka goditur me një çekiç vetëm një herë, goditje kjo që i ka shkaktuar dhe vdekjen e menjëhershme 57 vjeçarit. Konflikti është zhvilluar edhe në prezencë të personave të tjerë, pasi viktima ka qenë në makinë me bashkëshorten, ndërkohë që autori ka qenë me 2 persona të tjerë, lidhje të afërta të tij, të cilët e shoqëronin në momentin që është regjistruar ngjarja, dhe të 3 personat, qoftë 2 persona që shoqëronin autorin, por dhe bashkëshortja e viktimës, janë marrë pyetje nga ana e policisë dhe që ka çuar në sqarimin e rrethanave paraprake të ngjarjes së rëndë regjistruar rreth 40 minuta pas mesnatës.